Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi atë që pritet të ndodhë mes Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, teksa sot nisin negociatat në Pakistan dhe tashmë në Islamabad ka mbërritur zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance. Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar historianin Olsi Yazexhi. Zoti Yazexhi, përshëndetje. Salam aleikum, faleminderit për ftesën. Olsi, si e shikoni pra këtë takim të sotëm që mund të zhvillohet, pra ose më saktë që pritet të zhvillohet mes palëve të Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në Pakistan pas armëpushimit dyjavor që është vendosur mes dy vendeve? Shanset duket që mund të në qoftë se regjimi amerikan i presidentit Donald Trump do të arrijë që t'i imponohet Izraelit dhe Benjamin Netanyahu. Për personat që e njohin gjeopolitikën e rajonit, por edhe politikën amerikane, dihet që kjo nuk ishte luftë e Donald Trumpit, amerikanët nuk donin që të bënin luftë, por kjo është luftë e regjimit gjenocidal izraelit, një regjim i cili ka synimin e tij zhdukjen e të gjithë vendeve dhe popujve musliman dhe krimin e atij që njihet si Eretz Izrael. Lufta e cila ka sjellë edhe këto bisedime tani për paqe, që nisi në datën 28 shkurt të vitit 2026, pasi kriminali i luftës Benjamin Netanyahu vrau mikun e Haxhi Hafiz Sabri Koçit, Hoxh Ali Khamenein, nisi nga Izraeli me qëllimin e Izraelit apo dëshirën e Izraelit për të bërë atë që njihet si regime change apo ndryshim regjimi i Iranit. Lufta më e fundit ndërmjet Iranit dhe SBA-s është pjesë e një seri luftrash që amerikanët nisën që prej rënies së Bashkimit Sovjetik, ku i nisën luftrat e tyre me Irakun, vazhduan me Afganistanin, Sirin, Libin, Jemenin, Somalin, Sudanin dhe të gjitha ato vende muslimane të cilat mbështesnin Palestinën. Por fillimi i kësaj lufte, luftë që zgjati 40 ditë, pardje kanë qenë 40 ditët e vrasjes së Imam Aliut, treguan që SBA-t nuk e mundin dot Iranin në luftë konvencionale dhe amerikanët tani më janë detyruar që të ulen dhe të bëjnë bisedime. Dërgimi i zëvendës presidentit amerikan James Vance në Pakistan tregon pak a shumë në një farë mënyre kapitullimin e amerikanëve. Ata e panë që me luftë konvencionale nuk e mundin dot Iranin, vetëm nëse do përdornin bombën nukleare. Dhe përballë bombës nukleare amerikane, iranianët kanë atë që unë e quaj bombën nukleare ekonomike të Iranit, e cila është mbyllja e kanalit Hormuzit. Ndërsa amerikanët kanë fuqinë ushtarake që ta fshin Iranin nga faqja e dheut, iranianët, sigur po tregojnë, kanë mundësinë që ta shkatrojnë ekonominë e njerëzimit duke kontrolluar naftën dhe industrinë e petrodollarit amerikan. Prandaj në këto momente amerikanët nuk i kanë kartat që kanë iranianët, nga që karta e iranianëve është ngushtica e Hormuzit, por një nga kushtet kyçaj që iranianët i kanë vënë amerikanëve është që t'i vëjnë lakun në fyt Benjamin Netanyahut, ta detyrojnë Izraelin që të tërhiqet nga Libani dhe t'i japi fund agresionit kundër Libanit. Dhe sikur lexojmë nga media të ndryshme, është që si hapin e parë për të treguar atë që njihet si goodwill apo dëshirën e mirë amerikane, amerikanët kanë rënë dakord që të lirojnë fondet që ata i kanë bllokuar Iranit
në për banka të ndryshme të botës. Lirimi i fondeve iraniane besoj unë që duhet jetë hapi i parë, por unë besoj që iranianët do të jenë shumë strikt me amerikanët, ndër të tjera unë besoj që, domethënë ata I kanë kërkuar amerikanëve që të heqin sanksionet parësore dhe dytësore. Me sanksionet dytësore nënkuptohet që edhe sanksionet që Iranit janë vënë nga Republika Bananesh si puna e regjimit të Edi Ramos, I cili edhe mbylli ambasadën iraniane dhe shpalli Iranin shtet terroriste të tjerë që gjitha këto të hiqen. Pra ngjelet për të parë se çfarë do të ndodhi në bisedimet që supozohen të bëhen sot në Islamabad. Kush fiton, po themi, nga këto bisedime, pra, duke qenë se negociatat do të nisin ditën e sotme dhe nuk ka një afat se kur mund të përfundojnë dhe kush mund të jenë fituesit në këtë rast? A ka një fitues? Deri në datën 28 shkurt, humbësi më I madh ka qenë Irani, nga që Republika Islamike e Iranit që prej vitit 1979, kur ata bën revolucionin dhe përmbysën shahun I cili ishte kukull e amerikanëve, kanë vuajtur pafund luftra, kërcënime, shantazhe, sanksione tjerë, që nga sulmet që drejtohen kundër Iranit nga Shqipëria nëpërmjet terroristëve mujahidin iranian, te vrasjet që Izraeli ka bërë iranianëve kudo nëpër botë, sulmet kundër rezistencës për shlirimin e Palestinës, te sanksionet dërmuese që kanë ndodhur kundër Iranit. Për shembull, për shikuesit tanë ata mund ta mbajnë mend protestat që ndodhen në Iran në dhjetor dhe në janar të këtij viti. Gjitha këto protesta kanë qenë si pasojë e goditjes amerikane ndaj realit iranian, ekonomisë iraniane etj. Por unë mendoj që nëse këto bisedime përfundojnë, Irani do të jetë pala e fituar. Edhe pse nga ana konvencionale amerikanët I kanë bërë Iranit dëme të konsiderueshme, duke shkatruar universitete, fabrika, uzina, shkolla, ura, aeroporte etj. Nëse shohim në aspektin afatgjat, unë mendoj që iranianët do dalin si palë e fituar, ka që në këto momente iranianët janë në një pozitë shumë herë më të mirë se sa amerikanët për disa arsye. Kjo lufta 40 ditore e para I tregoi botës që Irani mund të fundosi botën nga ana ekonomike duke bllokuar naftën. 2, këto regjimet apo diktaturat kukulla zioniste arabe të gjirit persik, sikur Arabia Saudite, Katari, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvaiti, jo vetëm që u goditën në mas nga Irani, por edhe protektorët që mbanin këto diktatura, që janë bazat amerikane, u goditën dhe u shkatruan shumë, dhe ai miti I pamposhtmërisë Amerikës tani më ka rënë edhe në sy të arabëve. Dhe këto regjimet arabe të cilat deri dje kishin pak a shumë këtë mitologjin që kanë shqiptarët edhe kosovarët që thonë Allahu në qiell dhe Amerika në tokë, e kuptuan që Amerika është një tigër prej letra. Dhe derisa zvendës presidenti amerikan po shkon në Pakistan, që të ulet edhe të bisedojë me iranianët, tregon që Irani ka fuqi që ta projektoj forcën e tij për te kufive të tij dhe në rang global. Gjëja tjetër është që Irani ka fituar simpati ndërkombëtare dhe për personat që kanë ndjekur zhvillimet në NATO dhe në BE, kësaj here, por ndryshe sikur ka ndodhur në të kaluarën, ku perëndimi dhe në veçanti NATO ishte në krah të Amerikës, kësaj here ata e lanë Amerikën në palë. Kjo mund shihet edhe në ato tweetet e dëshpëruara të Donald Trumpit, ku ai kërkonte NATO-s hajdeni na ndihmoni, sillni flota të hapim Hormuzin etj.
ku si britanikët, si spanjollët, si francezët, si gjermanët, si italianët i thanë Trumpit good luck. Kjo është lufta që ti nise për Netanyahun, vazhdo dhe bëhet luftën vetëm. Dhe në këto momente Amerika është më e dobët se sa kurrë. Donald Trumpi e ka dobësuar shumë politikën e jashtme amerikane me ofendimet që i bën udhëheqësve të ndryshme të botës, me kërcënimet. E duhet kuptojmë diçka që përpara datës 28 shkurt, armiku më i madh i Evropës ishte Amerika, nga që Donald Trumpi po kërcënonte një vend të BE-s dhe të NATO-s, që është Danimarka, me pushtimin e territorit të tij që është Groenlandës. Pra në këto momente Amerika është e izoluar, është e dobët, ai qëndron vetëm me regjimin kriminal të Izraelit, ku vetëm Shqipëria e Ramës qëndron me ata. Dhe është detyruar që të ulet në bisedime dhe kjo tregon që Irani po del si palë dominuese. Mbrapa Iranit, sigur pam edhe rezolutën më të fundit të Këshillit Sigurisë të OKB-s, ku Bahreini kërkonte që të autorizonte përdorimin e forcës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s kundër Iranit. Kërkesa e Bahreinit u refuzua me veton e Rusisë, Kinës, por edhe të Francës. Tregon që Irani ka arritur që të bëj aleancë jo vetëm me aleatët e tij historik, Kinën edhe Rusinë, por edhe me vetë NATO-n. Prandaj domethënë në këto momente pala që ka edhe gurin edhe arrën duket që janë iranianët dhe koncesioni që amerikanët sapo i kanë dhënë Iranit në këto momente që do t'i zhbllokojnë llogaritë e bllokuara nëpër bankat ndërkombëtare, e cila do ketë impakt edhe në Shqipëri për personat që e njohin Iranin mirë, sigur e njohun që nga viti 2016, kur në Shqipëri u sollën mujahidinët, 2017-ën, qeveria e Ramës bllokoi llogaritë bankare të iranianëve, dëboi fondacionet iraniane etj. Këto me urdhër të Mossadit edhe të mujahidinëve. Zhbllokimi i këtyre sanksioneve do të thotë që Irani po bën po korr një fitore jo vetëm në SBA, por një fitore e cila do të ketë impaktin e saj edhe në Shqipëri apo edhe në Kosovë, ku që nga viti 2015 amerikanët dhe izraelitët i detyruan qeveritë shqiptare që të dëbojnë iranianët nga territoret e tyre. Në këtë rast, a mendoni se G.D. Vance është njeriu i preferuar, po themin thojza i iranianëve për të biseduar në mënyrë që gjithë ecuria e negociatave të shkojnë në mënyrën e duhur? Unë besoj që G.D. Vance është njeriu i duhur për shumë arsye, për personat që kanë lexuar një artikull nga New York Times-i për meselen se si ndodhi shkuarja në luftë e SBA-s kundër Iranit, ku New York Times-i tregonte që ishte Netanyahu i cili me shefin e Mossadit takuan Trumpin në shkurt, duke i treguar atyre që nëse vrasim Imam Ali Khamenein do ta rrëzojmë regjimin etj. Dhe në bisedimin që janë bërë në Shtëpinë e Bardhë, i vetmi person që ishte kundër kësaj lufte ishte J.D. Vance e para. E dyta, J.D. Vance nuk është një zar i Izraelit, sigur është fjala bie Marco Rubio, sekretari i shtetit, i cili është një zar i familjes së bigjozgjive Sheldon dhe Mariam Adelson, të cilët e morën nga rruga e futën në Kongres dhe nga Kongresi e bën kryeministër të Amerikës apo sekretar shteti. Dhe Vansi është person që ka integritet, është person që është trim, dhe mbi të gjitha është anti-izraelit. Këtë do më thënë, mua më kanë thënë izraelit persona të afërt me qeverinë e Netanyahut, dhe ata e shohin Vansin me shumë frikë, dhe ata kanë edhe lobi zionist ka dhe i frikë që në rast se një ditë Trumpi vritet, sepse dihet që Trumpi në lobi zionist e kontrollon nëpërmjet dosjes Epstein, nëpërmjet agentit të tyre Jared Kushner, që është edhe burri i vajzës tij etj. Ama lobi zionist në Amerikë Vancin e ka shumë frikë nga që Vanci është shumë anti-izraelit,
ai është nga ata që njihet si American Firster, apo ata që duan Amerikën të parën dhe nuk duan që Amerika të vazhdojë të sakrifikohet për Izraelin dhe terrorizmin zionist në përbot. Dhe mendoj që Vanci është personi i duhur, ndryshe nga Jared Kushneri, i cili është agent izraelit dhe Witkofi, që Trumpi e ka të dërguarin e tij special, ku këta të dy janë hajdutë dhe ignorant, Jared Kushneri të cilit Rama i ka premtuar edhe ishullin e Sazanit që do të vjedhë tokën shqiptare, apo Witkofi, i cili është një menaxher ndërtimi, puna e cilit është të shtrojë pllaka edhe të vëjë dyer edhe penxhere nëpër pallate. Vanci është një person i cili e njeh mirë politikën dhe mbi të gjitha është një patriot amerikan. Olsi, si mendoni pse Donald Trump ka pasur një sjellje të lëkundur, po themi, ku njëherë thoshte që do të sulmoj Iranin dhe më pas përfundoi drejt negociatave? Arsyeja është sepse e para duhet kuptojmë diçka, që Trumpi është një nga produktet më ignorante të politikës amerikane. Është një person që ai ditë bëj pallate. Domethënë ai është sikur, çfarë them ty, sikur të vësh Zamir Manen që bën pallate, ta bësh ministër të jashtëm në Shqipëri. Zamir është shumë djalë i mirë, ose më do menja mua që merr vesh nga politika. Dhe Trumpi domethënë është njëri që vjen nga fusha e ndërtimit, është një playboy, është si me vën atë zogun e Tiranës, domethënë ta bësh president të Amerikës, është një person që vjen nga bota e alkoolit, e bixhozit, e tjerë. Dhe Trumpin në këtë qor sokak që është lufta me Iranin e futën. Domethënë Trumpi nuk donte që të hynte në luftë. Domethënë po shikoni, Trumpi është biznesmen. Trumpi biles edhe kur erdhi në pushtet në Amerikë, në zgjedhjet që u bën 2024, i premtoi publikut amerikan që I'll give an end to never ending wars. Do të jap fund luftrave që janë pafund. Populli amerikan Trumpin e votoi me shpresën që Amerika nuk do kishte më luftra. Ai biles kur bëri fushat në 2024, thoshte që nga lufta e Irakut deri më sot ne kemi shpenzuar $8 trilion. Borxhi amerikan është 27 trilion dollar dhe ai thoshte ore pse i bëm ne këto luftra, çfarë fituam ne? Dhe kjo luftë ku Trumpin e futën në kurth izraelitët, duke në një farë mënyre gënjur, sepse duke i thënë shiko sikur e rrëmbyem Maduron në Venezuelë dhe e morëm regjimin me Delcy Rodriguezin, të njëjtin gjë do të bëjmë edhe në Iran. Por Irani shkret ndryshe dhe ai, domethënë, deklarata që i ka thënë që një ditë thoshte do bëjmë paqe me Iranin, ditën tjetër thoshte jo do t'i hedh bombën nukleare Irani, një ditë thoshte Irani duhet hapi ngushticën e Hormuzit, ditën tjetër thoshte kam bërë unë marrëveshje me Ayatollahin edhe do ta kontrolloj unë me Ayatollahin ngushticën e Hormuzit. Tregojnë problemet mendore dhe stresin që Trumpi ka kaluar në këto 40 ditë, nga që Trumpi përveç që është i kapur për fyti nga lobi izraelit, ai ka hallet edhe të mbijetesës së tij dhe duhet kuptojmë diçka që për 5 muaj, 6 muaj, sa i bie në nëntor, amerikanët do të kenë zgjedhjet për në Kongres dhe ajo që i ka bërë lufta me Iranin, Amerikës, por edhe botës, është një krizë globale dhe amerikanët kur vjen puna te votimi, ata nuk duan të dinë, po amerikanët votojnë me bark, me stomak. Domethënë, nëse nafta është e shtrenjtë, nëse ushqimet janë të shtrejta, ata do votojnë për kundërshtarin tënd. Dhe Trumpi këtë ka frikë. Trumpi do që të fiksojë ekonominë amerikane, se nëse në zgjedhjet që vinë për Kongresin në nëntor republikanët humbin Kongresin, Trumpin do ta heqin nga puna që ka si president dhe do ta fusin në burg me sa armiq që ai ka bërë. Për këtë arsye Trumpi, domethënë, jep të gjithë këto deklarata kontradiktore, ka qenë dhe është në një
në një maks shumë të madh, ka krijuar shumë negativitet dhe armiqësi përreth vetes, ka hyrë në konflikt me aleatët historik të Amerikës, janë Evropa, biles përpara 5 ditësh kërcënoi edhe Vatikanin pasi Papa denoncoi Trumpin për luftën në Iran, ku ai thriti përfaqësuesin e Papës në Washington, jo ai, domethënë zyrtarët e tij, dhe kërcënuan edhe Kishën Katolike dhe Vatikanin. Dhe domethënë situata në Shtëpinë e Bardhë, në administratën e Trumpit në këto momente shumë kaotike, nga që ata i kuptuan që me Trump, me Iranin, Amerikës i ngeli sharra në gosht, nga që Irani nuk është një tigër prej letre të cilin mund të arrëzohe, sikur arriti që të arrëzoj Venezuelën. Sa e vërtet është telefonata që pretendohet se është zhvilluar midis J.D. Vance dhe Netanyahut, ku J.D. Vance është përplasur me Netanyahun duke thënë se ishit ju që na futët në këtë luftë duke bërë atë teje të lehtë. Të paktën kështu ka raportuar agjencia lajmeve Axios. Telefonata duhet jetë shumë e vërtet, nga që duhet dim diçka, që iranianët, bisedimet me Vancin ishte supozuar që t'i nisnin që ditën e mërkurët kësaj jave, më pas bisedimet u shtyn për të premten, ku iranianët ja bën të qartë amerikanëve që ne nuk ulemi në tryezën e bisedimeve nëse juve nuk i tërhiqni litarin Netanyahu dhe ta nxirrni nga Libani. Netanyahu në të kundër jo vetëm që nuk u tërhoq, po sikur e pam neve në ditën e enjte dhe të premte, bëri bombardime masive duke vrarë mbi 300 persona edhe masakruar me mijëra të tjerë. Dhe amerikanët në këto momente janë, domethënë, armiku më i madh i Amerikës në këto momente, ta themi qeto, dhe administratës Trump, nuk është Irani, por është Netanyahu. Sepse Netanyahu është ai që shantazhon Trumpin. Netanyahu dhe lobi izraelit është që ai Trumpit po i sulmojnë personalisht edhe gruan, nëse i ke parë domethënë to botimet e ditëve të fundit në mediat amerikane, që e detyruan edhe Melanie Trumpin që dilte edhe denonconte mediat, ku i nxorën Melanie, sikur ajo ka qenë Jeffrey Epsteinit edhe ka qenë eskort që Jeffrey e përdorte derisa ja dha Trumpit. Domethënë Trumpin lobi zionist e sulmon personalisht, lobi zionist e futin luftë dhe ky lob nuk do të tërhiqet. Dhe amerikanët në këto momente janë shumë të dëshpëruar. Ata duan të arrijnë një marrëveshje me Iranin, që Iranin ta lejojnë që të shesi naftën, të lejojë që të shitet nafta dhe gazi arabëve, në mënyrë që çmimet e naftës të bien, në mënyrë që ekonomia amerikane të rregullohet, në mënyrë që këto vendet arabe që janë shkatruar nga lufta të marrin përsëri para, se duhet të kuptojmë diçka, ekonomia amerikane është në një krizë dhe në një rënje të llahtarshme. Dhe Trumpi, pasi mori pushtetin në vitin 2025, udhëtimi i parë që bëri ishte në vendet e gjirit, ku pak a shumë i vuri harat arabëve. Shkoi në Arabi Saudite, shkoi në Dubai, shkoi dhe në Katar, ku i tha diktatorëve arab që do m'jepni para që unë t'ju mbaj në pushtet, t'ju ruaj nga Irani dhe me këto para të ngrej ekonominë e Amerikës. Dhe si shpërblim mori premtimin për investime nga Arabia Saudite, Katari, Emiratet Arabe, prej 4.5 trilion dollarësh. Këto lek duhet hidheshin në ekonominë amerikane për të hapur vende pune e tjera. Por kjo luftë çfarë ka bërë? E para i ka prerë paran që do vihej dhe do investoj për ekonominë amerikane, se duhet kuptojmë që këto kompanitë amerikane që nga Lockheed Martin të Tesla e tjerë, këto nuk funksionojnë me lekët e këtyre kompanive. Këto janë piramida, si punë e piramidës së Sudës që kemi padur në Shqipëri vitet 90, piramida që mbahen me lekët e monarkive të gjirit. E para. E dyta është që duke mbyllur kanalin e Hormuzit dhe duke detyruar botën që kur ta blej naftën, ta blej ose me rial iranian ose me yuan kinez, Irani po godet magjin amerikane e cila është dollari. Amerikanët ndryshe nga bota e cila prodhon gjëra, për shembull
këto silolapsin që kam unë e kanë prodhu kinezët. Mouse-in që kam unë e kanë prodhuar kinezët. Çajin që po pijon këtu brenda e ka prodhuar për shembull Sri Lanka. Amerikanët nuk prodhojnë gjëra. E vetëm gjë që amerikanët prodhojnë ka të bëjë me marrëveshjen ndërmjet Arabisë Saudite, mbretit Fahd dhe sekretarit shtetit Kissinger në 1974, kur amerikanët i imponuan Arabisë Saudite që të shiste naftën me dollar, dhe që nga ajo kohë deri sot e kësaj dite, Amerika fuqinë e saj ekonomike nuk e ka te shitja e stilolapsave, sikur e ka Kina, por e ka te shitja e copave të letrës që ne i quajmë dollar. Amerikanët printojnë dollar në atë printerin e madh që ata quajnë Federal Reserve, dhe këto copa letra që shesin gjithë botës. Në vende sikur Shqipëria, sikur Sri Lanka, sikur Tajlanda, sikur Gjermania, kur shkojnë në stoqet ndërkombëtare, në bursa për bler naftën e blejnë me dollar. Për shembull, nëse unë jam Shefqet Kastrati, dua të blej një fuçi naftë që bën $100, unë nëpërmjet Bankës së Shqipërisë do kontaktoj Federal Reserve-in amerikan, do t'i blej atij 100 copa letrash, që janë $100. Dhe këtë copë letre që amerikanët thjesht e printojnë me printer, unë do t'ja jap Arabisë Saudite. Në momentin që unë jap të $100 Arabisë Saudite dhe kur ja jap lekun, që do ta blej naftën, lekët nuk shkojnë në bankën e Arabisë Saudite në Riyadh, por do shkojnë në llogaritë e bursës së New Yorkut, ku Aramco ka kompaninë e saj të regjistruar. Pra ky $100 që Shqipëria apo Sri Lanka po zëm do t'ia blej Amerikës duke shitur 100 kile çaj po zëm, duke falur çajin Amerikës. Kur shkon në bankën saudite, nuk është se i marrin sauditët lekët. Lekët ngelin në bankat e New Yorkut. Dhe sauditi nga ky $100 që mund të marrë vetëm $20, 80 ngelin në llogaritë e Saudi Aramcos dhe shtetit saudit. Dhe këto lekë që depozitohen mbrapsht në bankën amerikane, më pas shërbejnë si likuiditet për të financuar ekonominë amerikane. Por Irani çka ka bërë tani? Duke mbyllur Hormuzin, duke ndaluar këto diktaturat arabe që t'i shesin naftë me petrodollar botës, i ka prerë linjën e furnizimit me para Amerikës, dhe nëse Irani do vazhdojë edhe për disa javë këtë embargo të bllokimit të kanalit Hormuzit dhe të shitjes naftës, ne do shohim kollapsin jo vetëm të korporatave amerikane, por të gjithë sistemit bankar. Dhe kjo jo vetëm që do të çojë në rrëzimin e Trumpit, po mund të çojë edhe në shkatrimin e Amerikës apo në futjen e vendit me luftë civile. Dhe për këtë arsye ne kemi Vancin i cili i ulëret në telefon Netanyahu, i thot tërhiqu nga lufta morzagar se ti e që na futen këtë batak. Dhe në këto momente lufta më e madhe është lufta e nervave ndërmjet administratës amerikane dhe atij kokderrit polak që sundon sot Izraelin Benjamin Netanyahu. Orci, në aspektin e negociatave ka një propozim prej 10 pikash. Në këto 10 pika, kush mendoni se do të dominoj, ose a mund të arrihet një pikë takimi mes SBA-s dhe Iranit për ta zgjidhur një herë mirë këtë konflikt? Varet se domethënë deri sa do të lëshojnë pe amerikanët ndaj 10 pikave të Iranit, ku iranianët kërkojnë që amerikanët heqin gjitha sanksionet, parësore dhe dytësore kundër Iranit, 2 t'i lejojnë Iranit që të vazhdoj kontrollin mbi ngushticën e Hormuzit, 3, që është më e rëndësishmja, largimin e bazave amerikane nga lindja e mesme, 4, dhënien fund ndaj Iranit dhe aleatëve të tij, që thot Hamasi, Hizbullahi, Jemeni, Iraku e tjerë, një fund i cili duhet të certifikohet nga Kongresi Amerikan
i luftrave që amerikanët bëjnë kundër Iranit dhe aleatëve të tij, lëshimi i fondeve të ngrira ndaj iranianëve në gjithë botën, kemi edhe në Shqipërinë fonde të ngrira iraniane. Kemi investime që kanë bërë iranianët, që i kanë autostradë për opinionin shqiptar që ndoshta nuk i di, që shteti shqiptar ja ka bllokuar me urdhër të amerikanëve. Dhe iranianët kërkojnë edhe një rezolutë nga Këshilli i Sigurisë së OKB-s, të cilën ta firmosin amerikanët dhe iranianët, dhe që amerikanët të bien dakord që ata nuk do ta sulmojnë me Iranin. Domethënë, pikat që kërkon Irani janë të logjikshme, por këto shkojnë kundër me filozofinë e Izraelit dhe zionizmit. Se që prej vitit 1948, kur u krijua shteti i Izraelit, dhe më saktë që me vrasjen e Yitzhak Rabinit në vitin 1933 nga ekstremistët Qifut dhe prishjen e marrëveshjes Oslos dhe ardhjen në pushtet të partisë së Likudit të Benjamin Netanyahut në Izrael, programi i shtetit Izraelit, të cilin ata ja imponuan edhe Amerikës, si quhet The New American Century, ishte që Amerika duhet luftonte për Izraelin që të bënte një lindje të mesme të re, ku mos të ekzistonin më shtetet e fuqishme islamike, sikur Iraku, Siria, Irani, Jemeni edhe Turqia, por i vetmi që duhet ekzistonte duhet ishte Izraeli, i cili bëhej hegemon. Dhe domethënë Irani kërkon garanci nga Amerika që amerikanët nuk do jenë më pjesë e këtij projekti, të paktën në lidhje me Iranin. Po kjo do ta çojë administratën e J.D. Vance dhe Trumpit në një përplasje me lobin izraelit. Dhe Trumpi e di shumë mirë se lobi izraelit, ata i kanë bërë edhe 2 herë atentate Trumpit dhe shumë patriotë amerikanë që besojnë që mbrapa këtyre ishte Izraeli. Dhe ne dim gjithashtu që ishte Izraeli ai që vrau president Kennedy, Mossadi i Izraelit. Dhe këtu ngjelet për të parë se, domethënë, derisa do të ketë guxim dhe pushtet Trumpi që t'i thotë jo Izraelit dhe të arrijë të paqe me iranianët. Domethënë, në këto momente SBA-ja është ndërmjet 2 rreziqeve. Rreziku numër 1 është vazhdimi i bllokimit të petrodollarit nga Irani nëpërmjet ngushticës së Hormuzit, e cila do sjellë katastrofë ekonomike në SBA dhe në gjithë botën. E dyta është domethënë thënia jo ndaj Izraelit dhe kërcënimeve të tij nga amerikanët për të arritur një paqe me Iranin. Ngjelet për të parë se në cilën anë do të anoj Trumpi. Olsi, dhe pyetja e fundit, a mendoni se këto negociata do të jenë fundi i këtij konflikti apo ka gjasa që ky konflikt të rikthehet? Ky konflikt, unë besoj që këto negociata do të jenë fundi. Ngjelet për të parë a do të arrijnë ndonjë konkluzion apo jo, e para. Por jo, ky nuk do të jenë fundi. Domethënë, për sa kohë që shteti i Izraelit ekzistojë dhe amerikanët, për sa kohë që SBA të jenë kontrolluar nga lobi i Izraelit, i cili tani më kontrollon edhe Shqipërinë, me Edi Ramën, Edi Rama po e jep gjitha sektorët strategjik të vendit tonë, Izraelit, më fundit i dha edhe ministrinë e mbrojtjes me evangelistin kuksian Ermal Nufi, që është zari Ron Jafetit. Dhe dalim te SBA-ja, domethënë për sa kohë që SBA-ja nuk fiton pavarësinë e saj nga Izraeli, ose sikur gazetari Tucker Carlson tha që mua më vjen keq se Trumpi është bërë skllav i Izraelit, unë nuk besoj që luftës do t'i vi fundi. Domethënë, nga që shteti i Izraelit kërkon luftë pafund dhe Benjamin Netanyahu, si një kriminal lufte që është, dhe një njeri i çmendur i cili beson që ai ka mision nga ai që muslimanët quajnë Dajjalli apo të krishterët quajnë Antikrishti, që ka mision të zhduki Islamin dhe pastaj të dominoj botën, përsa kohë që ky psikopat dhe ekstremist nuk ndalohet, unë besoj që
luftës nuk do t'i vi fundi kollaj edhe shpejt. Orsi, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit, selam aleikum. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.